Fillimisht na lejoni të ju sigurojmë që të gjithë njësorët e vendosur nga KEC e bëjnë matjen e energjisë elektrike me saktësi dhe ky është elementi kyç për çdo faturim dhe nuk është vënë asnjëherë në dyshim. Po ashtu të gjithë njësorët janë në përputhje me standardet më të larta evropiane dhe akteve ligjore dhe nënligjore të Republikës së Kosovës. Devimet e vrejtura në kohë janë një karakteristikë teknike e njohur e kohës së njësorëve elektrik dhe nuk përfaqësojnë manipulim siç është pretenduar dhe kjo gjë është e sigurt madje edhe mund të vërtetohet. Koha e këtyre njësorëve kontrollohet gjatë procesit të instalimit, pas instalimit saktësia e orës sigurohet në përputhje me standardet IEC 6205421 i cili përcakton një saktësi prej plus minus 0.5 sekonda në ditë në kushte referuese të temperaturës. Pra në 23 gradë Celsius po flasin, ndërsa në temperatura të ndryshme me kalimin e kohës devijimi në vlerë absolute mund të ndryshojë. Edhe në këtë rast kur po flasim për këtë çështje që është ngritur, ju sigurojmë që KEC gjithmonë ka vepruar në mënyrë të njëjtë dhe konsistente në të gjitha rastet e paraqitura edhe më herët, sepse nuk është që kjo gjë doli tani dhe po ndërmerren masa vetëm pas lajmeve të fundit, por rastet e izoluara ka pasur edhe më herët. Në këto raste, masat janë ndërmarrë si me kërkesë të konsumatorëve, ashtu edhe në mënyrë proaktive nga vetë kompania, pa pasur nevojë për kërkesë paraprake. Në çdo rast kur është konstatuar një anomali, është bërë korrigjime përkatës në kartelën e konsumatorit në përputhje me procedurat dhe rregullat në fuqi. Është rëndësishme të theksohet se kozgjatja e tarifave mbetet gjithmonë e njëjtë. Dhe nëse kalimi në tarif fillon disa minuta më vonë, për të njëjtin vonesë edhe do të përfundoj. Pra i bie që nëse fillon më vonë, përfundon më vonë, dhe nëse fillon më herët, pra edhe do të përfundoj më herët, me një fjalë, periudha totale tarifes mbetet e pandryshuar. Është rëndësishme të sqarohet se devimet e tilla mund të veprojnë edhe në drejtim të kundërt, duke rezultuar në dobi për disa konsumatorë varësisht nga zhvendosja e kohës. Pra që e vërteton që është një tolerancë teknike e njësorit dhe jo qëllimshme siç është pretenduar. Patjetër që KEC dhe KESCO nuk mund të përfitojnë financiarisht nga kjo situatë, një gjë të tillë nuk e lejon as korniza rregullative, e cila vendoset në bazë të parimit të të hyrave të lejuara maksimale. Ne sigurojmë të gjithë konsumatorët e prekur nga devimet e mundshme që dalin jashtë normës teknike, pra që do të kompenzohen në mënyrë të plotë, qoftë ajo edhe për centin e fundit. Për më shumë duam të sqarojmë që në konferencën për media të mbajtur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, me datën 25 mars të këtij viti për devimin e lejuar janë thirrur në kodin POKO006, i cili është kodi i transmisionit dhe jo kodi i distribucionit siç është thënë në atë konferencë. Pra, kjo është pra kodi i transmisionit, po ja përsëris edhe një herë, dhe nuk është kodi i distribucionit. Gjithashtu, kur është kontrolluar koha në njësor, jo gjithmonë është kontrolluar regjistri i duhur që shfaq kohën e njësorit në ekran. Para vendosjes së njësorit të KEC të konsumatori, njësorët kalojnë për disa etapa të vlerësimit dhe aprovimit nga institucionet të veçanta. Para që KEC të furnizohet me njësor, ai njësor do të kaloj procedurat e regjistrimit dhe certifikimit nga AMK, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Prodhuesit i ofrojnë njësorët të cilët paraprakisht janë të aprovuar sipas direktivës evropiane, direktivës MID. Pra krejt këto janë kriteret të cilat duhet të kalojnë një njësor para vendosjes së tij tek konsumatori. Sikur që përmend paragrafet më sipërme, domthonë njësorët të cilët janë përdorim në KEC, gjitha i kalojnë procedurat deri kur vjen te instalimi i tyre te konsumatorët. Për saktësinë mbajtje, domthonë i kalojnë gjitha procedurat dhe shkojnë përmes Agjencisë Meteorologjisë Kosovës, ndërsa për sa i përket pyetjes dytë për ndrimin e njësorëve. Na jemi në proces të ndrimit. Kjo është natyra jonë e punës, ne vazhdimisht bëjmë procesin e ndrimit të njësorëve kemi në brenda rregullarëve të punës. Jemi duke i dhënë përparësi njësorëve me vjetërsi më të lartë, kemi njësor ende mekanik, një sasi të vogël njësor mekanik të rënd, jemi duke i ndruar ato, edhe është një proces i vazhdueshëm, i cili ka ndodhur edhe më herët, është ndodhur edhe sot dhe ka vazhduar në të ardhmen. Nuk ka një si matës, realisht siç e përmenda më herët, procesin ndrimit njësorëve është proces i vazhdueshëm në kompaninë tonë. Na kemi vazhdu
të dhonë prioritete natyrisht vjetërsisë njësorëve, po edhe ankesave të konsumatorëve, të cilat mundemi pranu edhe i gjejmë na vetë në terren. Na shumicën e njësorëve i ndrojmë vetë bazë projektet tona, që i bëjmë bashkërendim me zyrën rregullatorit të energjisë, edhe kemi vazhdu njëjtë, jemi të vazhdu, edhe sot jemi të vazhdu. Fillimisht prapë po e konstatoj që nuk përmendëm asnjë shifër në qoftë se janë qindra mijëra euro ose nëse janë miliona. Po qytetarët mund të na aludojnë në çfarë do qytetarët mund të aludojnë, qytetarët shpesh ndoshta edhe mund të keq informohen, nuk kemi dalë nisë keq ta themi që kaq është shifra. Fillimisht, pastaj po bie që po përsëritemi prapë, por kur kemi filluar ne me dalë në terren për këto gjëra, atëherë ne kemi dalë në terren gjithmonë. Prej kur ekziston KEC, del vazhdimisht, gjithmonë del KEC në terren dhe del edhe verifikon situatat e tilla, ka pasur tash edhe raste të tjera më herët të cilët janë verifikuar, i kemi ndruar njësorët, është bërë përmirësimi, është bërë edhe korrigjimi, janë kompenzuar përmes procedurave regulative që ekzistojnë. Pra edhe njëherë po e them që secili konsumator edhe me kërkesën e tyre, por edhe pa kërkesën e tyre ne do dalim në terren, do t'i shohim edhe nga afër dhe edhe çështja secilit konsumator do të trajtohet individualisht dhe do të procedohet tutje, siç i thanë edhe më herët, që mos më përsërit prapë. Ju e thatë që nuk kanë qenë rastet e izoluara, unë po e them që ka pasur rastet e izoluara të cilat e të i kalojnë normën regulative dhe teknike të njësorëve. Pastaj rastet e cilat dalin përtej asaj që e lejon regulativa dhe teknika e njësorit, atëherë ato raste kanë qenë dhe janë pra të izoluara, në ato raste po punojmë dhe siç e thash çështja se cilit konsumator do të trajtohet konfort të gjeturave individualisht dhe do të procedohet tutje për me pas në qoftë se do të ndërrohet njësori apo edhe duhet të kompenzohet dhe ju asiguroj edhe njerëz se secili konsumator do të kompenzohet deri në centin e fundit nga KEC dhe KESCO. Atëherë në qoftë se ishe i vëmendshëm ishte 0.5 sekonda në ditë, plus minus. Dhe me kalimin e kohës, pra kjo çështje edhe kjo 0.5 sekonda edhe mund të rritet me kalimin e ditëve, të javëve, të muajve e me radhë. Lidhur me standardin që po i referoni, standardi domethënë që është për mirëmbajtjen e kohës, atëherë çysh u cek edhe në paragrafet që i përmendi Bleona, aty gjithmonë flasim për një devijim të lejuar të njësorit plus minus 0.5 sekonda. Kjo normalisht varet prej temperaturës, edhe prej kohës gjatës së njësorit. Sa më gjatë që njësori është në terren, çaq më shumë ka me pas devijim të kohës normal. Na mundemi të thonë që na kemi edhe raportet e caktuara ku kemi një numër të madh konsumatorëve që kanë mbi 10 vjet. Mbi 10 vjet vjetërsi në terren, edhe ato janë prioriteti jonë i parë për mi ndërru. Tjetër, çka do të thonë, na kemi bë thirrje konsumatorëve që me fillu shpenzimin e energjisë për orës 22 deri në orën 7. Vazhdon ai apelim, pse se ju garantojmë që gjithë njësor digital që janë në terren të pranuar nga KEC e kanë sistemin digital të aprovuar nga zyra rregullatorit të energjisë. Ky devijim i kohës ka një tolerancë caktuar. Çado që janë, çu përmend edhe në këtë sqarim. Çado që është jashtë kësaj tolerance, do të kompenzohet. Vazhdoni me përdor sipas sistemit të aprovuar të tarifave nga zyra rregullatorit, ndërsa për konsumatorët që janë afektuar, që kanë mund të afektuar prej këtij devijimi kohor, jashtë tolerancës së lejuar, atëherë ata do të kompenzohen. Tjetër, njësor inteligjent. Nëse i referohemi historisë, në kohën e privatizimit të KEC-it, raporti njësor digital dhe mekanik ka qenë 90% mekanik, ndërsa 10% ka qenë digital. Sot në kohën kur ne po flasim, ky raport ka ndryshuar, jemi diku 70% njësor që janë digital, janë 20% e njësorëve, rreth 20% e njësorëve që janë inteligjent, edhe një pjesë mbetur një njësor mekanik, të cilët do të ndrohen me prioritet më të lartë. Procesi i verifikimit njësorëve është procedurë e rregullt e kompanisë.
Domthonë ne gjatë verifikimit njësorit, ne kemi procesin e ndërimit njësorit që kemi proces të vazhdueshëm brenda kompanisë. Momentin kur e gjejmë që njësori është jashtë parametrave të lejuar, e kemi për obligim, edhe domthonë ka me shku dhe procedurë të rregullt. Ka mu bën ndërimin njësorit, ka me shku në laboratorin e Kecit, ka mu verifiku, ka mu llogarit nëse eventualisht është bën një dëm ose diçka, edhe ka mu kompenzuar. Nuk ka nevojë secili konsumator më armë anku. Për ndryshe na domthonë kemi pasur një keq informim lidhur me këtë çështje. Konsumatorët kanë marrë si informatë që koha është gabim, mirë po njësori si njësor. Ka shumë regjistra që tregojnë kohën dhe datën. Mirë po është vetëm një regjistër i caktuar brenda njësorit që tregon datën e njësorit, edhe që është 0.9.1. Për ndryshe në media unë shohim që ka është shfaq një fotografi ku thotë ju lutem referojnë 0.3.1 edhe shikoni orën e njësorit. Kjo është totalisht keq informim. Është keq përdor kjo për qëllime të caktuara, nuk e di. Mirë po, konsumatori nuk ka nevojë me hinë detaje teknike, me thonë se cili është regjistri i njësorit. Kjo për më tepër është shumë transparente. Në pllakën e njësorit, pllakën mbi shkruesin e njësorit janë parametrat bazë. Cili është regjistri i kohës, cili është regjistri i datës, e cili është regjistri i energjisë aktive tarifën e parë, tarifën e dytë. Nuk ka nevojë me besu kërkuj hiç. Nuk ka nevojë me marrë me media ose me diçka. Mund me hi me verifiku, mund me bë pyetje, mund me bë edhe ankesë, mirë po kjo nuk do të thotë që ne do t'i presim ankesat e konsumatorëve që mu marrë me atë rastin. Kjo është përsëris, është procedurë e rregullt e kompanisë. Pra, këto gjëra. Ankesat gjithsesi që kena me trajtuar me prioritet. Ne kemi procesin e ndërimit njësor, është proces i vazhdueshëm, mirë po ankesat e konsumatorëve gjithsesi që i marrim me prioritet.